po e bëjnë me vetmin qëllim që në rast se krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës do të dënohen me ka 15 vite burg atje, shqiptarët, ajo pjesa e hajvanatit, siç e quajnë Albin Kurti, me thonë, sa pak i dënum se kanë mujt ka 45 vite me i dënum. Në fakt, në qoftë se edhe 2 javë dënohen këta krerët e UÇK-s, atëre po dënohet liria e Kosovës, pavarësia e Kosovës, NATO-ja dhe gjithë faktorin ndërkombëtar që e ka mbështet luftën e shajt të UÇK-s në vitin 1999. Mos harro diçka, që shqiptarët si kolektivitet janë prallagji. Do me thonë, shqiptarët jetojnë me pralla, me mite, zgjohen me mëngjes se shikojnë filxhanin, a ju ka dol na faka, a u dek kojshia, çka ka ndodhur. Krejt historia jonë kombëtare është ndërtuar prej historianëve rënacak, të cilët e kanë deviju historinë, e kanë shkruar historinë pa asnjë fakt, pa asnjë argument. Vetëm 2 luftra të shajta i ka kombi shqiptar. Luftën e Skënderbeut dhe luftën e shajt ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e para luftë që ne kemi fitu, e vetmja luftë që ne kemi fitu. Do me thonë, ato historitë, jo Mit Sokoli, jo Sulejman Vokshi, jo ky, jo ai, ne gjithmonë kemi humbë. Dhe armiqtë tonë, slavë, serbët, maqedonët, malazezët, bullgarët, grekët, jo vetëm që na kanë vrarë, por ne kanë përdhunu edhe vorrezat e familjarëve tonë. Dhe kjo është lufta e parë që ne e fitum në mbështetje, do me thonë absolute të gjakut tonë edhe mbështetje të NATO-s.